Grupi parlamentar i Partisë Demokratike i kërkon SPAK të hetojë me shpejtësi rastin e gjyqtares së GKK-s, Irena Gjoka, pasi nga prokuroria e posaçme vërtetua dënimin që gjyqtarja ka marrë në vitin 2005 në Greqi. Vendimi penal i gjykatës së shkallës së parë të Janinës më datë 7 korrik 2005 për veprën penale të falsifikimit duke dënuar me 3 muaj burgim dhe 1.500 euro gjob, si dhe duke urdhëruar shkatrimin e pasaportës së sekuestruar që përmbante vizën e falsifikuar. Pavarësisht se këto fakte u bën publike nga media, rezulton se zonja Gjoka nuk i ka deklaruar ato zyrtarisht pranë autoriteteve përkatëse, siç kërkohet nga ligji, pasi kjo do të çonte në përfundimin e mandatit të saj si gjyqtare. Për të shmangur përfundimin e mandatit të saj si gjyqtare, ajo nuk i deklaroi këto fakte as në formularët zyrtar të parashikuar nga ligji për dekriminalizimin. Mosdeklarimi i informacionit të kërkuar në këtë formular përbën një vepër penale më vete sipas ligjit. Sipas grupit parlamentar të PD-s, përmes konfirmimit të dënimit nga autoritetet përgjegjëse, rezulton se gjyqtarja Irena Gjoka ndodhet në kushtet e papajtueshmërisë me funksionin kushtetues të gjyqtarit. Është e pashpjegueshme se si ende sot prokuroria e posaçme zvarrit hetimin për këtë rast, duke vijuar devijimin nga parimi i barazisë përpara ligjit dhe duke lejuar vijimin e gjendjes së paligjshmërisë në sistemin gjyqësor. Në këtë kuptim, në emër të deputetëve të opozitës në Kuvendin e Shqipërisë, shprehim shqetësimin e thellë për mosveprimin në kohë të prokurorisë së posaçme, që po sjell pasoja të rënda dhe të parikuperueshme në sistemin gjyqësor. Në përfundim, grupi PD-s kërkon nga SPAK që të veprojë në kohë pa vonesa të mëtejshme, me pa anësi dhe në përputhje me parimin e barazisë përpara ligjit për hetimin brenda një afati të arsyeshëm të këtij rasti.